الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ata njerëz që kanë besuar dhe që nuk e kanë përzierë besimin e vet me ndonjë të keqe, për të tillë njerëz është sigurimi plot dhe ata kanë arritur në udhën e drejtë. Kuptimi: ata njerëz që kanë besuar se Zoti është një dhe i vetëm dhe nuk e kanë përzierë besimin e vet me shirk duke i vënë shok Zotit, janë plotësisht të sigurt prej ndëshkimit të ditës së Kiametit dhe ata kanë arritur të vërtetën. Shpjegime: në këtë ajet fjala e keqe është për shirkun, për këtë Hazini thot, në librin e Buhariut e në librin e Muslimit është përmendur një fjalë shenjtë e pejgamberit e treguar prej Ibn Mesudit, i cili thot, kur ka zbritur ky ajet, sahabët janë dëshpëruar dhe kanë thënë, secili prej nesh i kryen detyrat njerëzore me të meta dhe kështu pak a shumë i bën padrejtësi vetes, pra as për ne s'pas ka sigurim në atë jetë. Pejgamberi alayhi selamu është përgjigjur atyre penguesi sigurisë nuk është ashtu si ju vjen juve në mendje, ajo e keqe është shirku. A nuk e keni dëgjuar ajetin që tregon këshillën e Lukmanit kur thot inna shirke la dhulmun adhim. Shirku është e keqe e madhe. Wa tilka hujjatuna ataynaha Ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Ja, këto janë argumentet tona që ja dham Ibrahimit kundrejt kombit të vet. Ne ja lartësojmë gradat kujt të duam, sepse Zoti yt është veprues ashtu siç duhet dhe plotësisht i ditur. Shpjegime: ky ajet i madhëruar tregon se grada më e lartë për njeriu është të ditë të parashtrojë arsyet që vërtetojnë se Zoti është një dhe i vetëm, pra ai njeri që merret me studimin e argumenteve për të udhëzuar në rrugën e drejtë veten e të tjerët, fiton një gradë shumë të lartë. Prandaj Fahri Raziu thotë se fjala daraxhet në këtë ajet është për diturinë, për veprat e mira në dynja, për xhenetin dhe për shpërblimet në ahiret. Zoti pasi theksoi se ai e ka lartësuar në grad të madhin Ibrahim për të treguar edhe disa të mira që i ka dhënë atij, urdhëron e thot: "Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qabl wa min dhurriyyatihi Dauda wa Sulejmana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Haruna wa kadhalika najzi al-muhsinin." Ne me madhërin toni dhuruam atij Ishakun dhe Jakubin, të gjithë i kemi udhëzuar në të drejtën dhe u kemi dhuruar atyre profetësinë. Më parë dhe Nuhut, që është gjyshi i lartë i Ibrahimit, i patëm dhënë udhëzimin dhe profetësinë, gjithashtu patëm dhënë udhëzimin dhe profetësinë Daudit, Sulejmanit, Ejubit, Jusufit, Musait dhe Harunit. Kështu është problem edhe të gjithë bamirësve. Shpjegime: Zoti i ka dhënë shumë të mira të madhit Ibrahim prej ardhin e tij nga një pejgamber që është i madhi Nuh, si dhe lënien e profecisë deri në fund te pasardhësit e Ibrahimit. Këto janë mirësi të mëdha sa s'ka më tutje. Prandaj Fahri Raziu thotë se për theksuar rëndësinë e madhe të këtyre mirësive, Zoti në vend që thoshti kam dhuruar atij, e ka prur fjalën në trajtën e shumësit i dhuruam atij. Bejzaviu thot se nderimi për baban është nderim edhe për të birin, prandaj Zoti e ka prur qenien e Nuhut pejgamber në radhën e mirësive që ai i ka falur Ibrahimit. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyasa kullun min as-salihin. Dhe Zekeriait, Yahjait, Isait dhe Iliasit u kemi dhuruar profetësinë, që të gjithë janë prej të mirëve. Shpjegime: ky ajet i madhëruar tregon se Imam Hasani dhe Imam Hyseni janë nga pasardhësit e pejgamberit ton, sepse Zoti na tregon se i madhi Isa është prej pasardhësve të Ibrahimit nëpërmjet nënës së tij, edhe dy imamët janë pasardhës të pejgamberit po nëpërmjet nënës së tyre. Fahri Raziu thotë se një ditë Haxhaxhi Zallëmi i ka thënë Ebu Xhafer Bakirit: Hasani dhe Hyseini nuk janë nga pasardhësit e pejgamberit, sepse pasardhësit vërtetohen nëpërmjet babait dhe jo nëpërmjet nënës. Xhaferi Bakiri i ka thënë, meqense Zoti ka vërtetuar qenien e Isait prej pasardhësve të Ibrahimit nëpërmjet nënës së tij, vërtetohet edhe qenia e dy imamëve prej pasardhësve të pejgamberit, po nëpërmjet nënës së tyre. Si argument ka prur ajetin e mësipërm dhe Haxhaxhi është bindur: "Wa Ismaila wa Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'ala al-'alamin." Dhe Ismailit, Eliesait, Yunusit dhe Lutit u dham udhëzimin dhe profetësinë, të gjithë i kemi bërë të virtytshëm përmbi gjithë botët e kohës së tyre. Shpjegime: disa kanë thënë se Eliesain është për Jushan, të birin e Nunit. Fahri Raziu thotë se prej këtij ajeti nënkuptohet se pejgamberët janë më të virtytshëm se melekët, sepse fjala alemin përfshin gjithkënd e gjithçka, veç Zotit. Pra meqense ajeti e thot fare qartë, pejgamberët janë më të virtytshëm se gjithë bota, vetvetiu vjen se ata janë edhe më të virtytshëm se melekët. Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim
wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Dhe disa prej baballarëve të tyre, prej pasardhësve dhe prej vëllezërve të tyre i kemi nderuar, i kemi zgjedhur dhe i kemi udhëzuar në rrugën e drejtë. Zoti i tregoi se themeli i fesë atyre profetëve që u përmendën me emra ka qenë besimi në një Zot, tauhidi, për treguar edhe se vetëm kjo udhë meriton të ndiqet, urdhëron e thot: "Dhalika hudallah yahdi bihi man yasha min ibadihi walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Ja, kjo është udha e Zotit, ai drejton në atë udhë cilin të dëshiroj prej robëve të vet, nëse ata do të kishin vënë shok Zotit, do e mos kishte për të anuluar shpërblimin e punëve që kishin bërë gjatë gjithë jetës së tyre. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. Ja, këta të cilëve ju përmendën cilësitë e bukura më sipër, janë nga ata që u kemi dhënë libra, hikmet dhe profetësi. Pra në qoftë se këta kurejshët i mohojnë ato, tre gjërat që u kemi dhënë atyre, mos u mërzit se ne me të vërtetë do ta lëm punën në dorën e një kombi që i respektojnë ato dispozita dhe nuk i mohojnë as pak. Shpjegime. Kombi jo mohues është për popullsinë e Medinës ose për sahabët e nderuar ose më e vërteta është për gjithë besimtarët. Hikmeti që u ka dhënë Zoti pejgamberëve është për fuqinë e tyre mendore, me të cilën ata dallonin të vërtetën nga e gabuara, ose është për fuqinë e tyre gjykuese me të cilën zgjidhin çështjet e shtruara për gjykim të drejtë. Pra atyre u kemi dhënë libra për të ndrequr moralet dhe punët e jashtme. U kemi dhënë edhe hikmetin për dalluar të vërtetën nga e gabuara ose për të shkoqitur çështjet që gjykohen në mes njerëzve. U kemi dhënë edhe profetësin për t'i sjellë në udhën e drejtë njerëzit që dyshojnë. Ky ajet i premton pejgamberit fitore mbi kurejshët dhe i frikson ata duke u thënë se: "Në qoftë se vazhdojnë në kufër, punën do ta lëm në dorë të disa njerëzve që nuk janë mohues." Meqense kuptimi i këtij ajeti u vërtetua pas pak vitesh, numërohet si një mrekulli për Muhammedin alayhi salam, sepse paralajmëroi një ngjarje që ende nuk kishte ndodhur. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجر إن هو إلا ذكرى للعالمين. Këta janë nga ata njerëz të cilët Zoti ka udhëzuar në rrugën e drejtë, pra edhe ti o i dashurim, shko pas udhëzimit të tyre, thuaj ju qafirëve, unë s'kërkoj prej jush shpërblim për komunikimin e Kuranit, sepse ai s'është gjë tjetër veç se një këshill për gjitha botët. Shpjegime. Fahri Raziu dhe Bejzaviu thonë se udhëzimi për cilin është urdhëruar pejgamberi të ndjek është për tauhidin dhe për pikat themelore të besimit, të cilat nuk ndryshohen kurrë dhe jo për punët që lejohet të ndryshohen. Për sa u përket pikave kryesore të moralit, edhe ato hynë në urdhrin e përmendur. Ky ajet i madhëruar tregon se pejgamberi ynë është më i virtytshëm i të gjithë pejgamberëve të përparshëm, sepse secili prej tyre ka pasur një ose dy cilësi të veçanta. Për shembull, i madhi Daud dhe i madhi Sulejman ishin shumë falëndërues të mirave që u kishte falur Zoti. I madhi Ejub ishte i duruar në fatkeqësitë, i madhi Jusuf mishëronte në veten e tij falënderimin dhe durimin. Të mëdhenjt Zekeria, Jahja dhe Isa kishin zuhd të madh, mjaftoheshin vetëm me pak dhe nuk interesoheshin fare për të mirat e dynjas, kurse i madhi ynë Muhamedi është urdhëruar të ndjek udhëzimin e gjithë pejgamberëve. Do me thënë, është urdhëruar të mishërojë në veten e tij të gjitha virtytet e pejgamberëve. E njeriu në të cilin mishërohen të gjitha ato virtyte të mëdha, do e mos është më i virtytshëm se ata që kanë nga një ose nga dy prej atyre virtyteve.